4 vore I kem në bërshpis, shkojnë në Qirez, shtëpia të familja janë. Kjo është me të vërtet një ekspozitë e cila e ka rënë gjakun e dëshmorëve dhe lirin e Kosovës. Nuk është prezentuar në mënyrë drejtë. Është prezentuar si mbas recetës fuqishtë terroristit dhe shërbis fashist e hegemonistë. Për cilët vend vjen teatri prek? Unë jam Qirezi, prej vendet. prej vendit bashkë aty ku ka lindë ushtria shqiptare betejë e parë. Kështu që o të merë. Edhe një propozimi imi është që qytetar që Akademia e Universitetit Prishtinës t'ja revokon atina lejën e diplomës. Ai nuk e meriton. Po. Edhe rrepsisht mjetë informimi me ndalu prezentim të mjetë informimi. Ai është anti-shqiptar. Ai nuk u bë rastisht, ajo bu qëllim. Do thotë, krimi në Dubravë është arsyetuar. Gjë se burgosit kanë qenë tarmatuz, sa është e vërtetë. As mund me koj e vërtetaj. Do thot ai, çaq shkollë ka kry, ai mos më di që çu I burgosit. Kjo do të thosh qëllimi punu. Një çështje tjetër në fakt edhe nga Kështu që prokuroria speciale I hap petimet dhe sa më shpejt atë njëri ta arrestoj. Jo jeni për me arrestu. Komplet ekipin e tij. Komplet edhe ata përka se qëllë I kanë bërë mjetet për buxhetit të Kuvendit Republikës Kosovës. Këtu do deshta me ndalë. Në fakt edhe kryetaria e Kuvendit aktuale tha që kemi dhënë buxhet, por nuk e kemi pas çka saktësisht bota. Ashtu keni gabim shumë. Çish mund me kohë kryetare Kuvendit ku nuk e lexon në çka po financon. Çka po shembull, çka po investoj. Qysh e vetëm mbajtjen e tij. Qysh mund me kohë kryetare Kuvendit ajo. Do thotë nuk shkohet, s'ke shko. Do thotë ajo prezia mi vaj. Komplet prezia, ekipit komplet. Ata me pas moral, ndjenja njerëzore me pas ata automatikisht do të rreshi komplet. Komplet do të rreshi. Dhe me dalë me kërku për të falje. Aja me prezentu mu në opinion ndërkombëtar. Kur vete kanë nëshu një dokument që du të mu shpërbly një njeri anti-shqiptar. Zoni imi personal, individualisht. Janë amën të luftëtare, apo popullet, me revokue diplomin e tina, me arrestu prokuroria, me hap hetimet komplet. Pej organizator deri në zbatusin dhe shpërndarsin e libra në ambasadën e Republikës Kosovës. Plus edhe Donika Grevalla me vapërgjithësi. Pse Donika? Pse edhe aja ka ndihmuar në shpërndarjen e librës anti-shqiptare. Të merr kjo. Kjo të merr. E quan shkëlqen gashin anti-shqiptar me këtë. Bash anti-shqiptarë. Desh pa desh aja anti-shqiptarë treguar. Ka desh anti-shqiptar, ka desh mund me thon anti-shqiptar. Qysh guzotimi me prezantu rand propagandën e servis. Qysh do më thon ti deshe je për kras. Po. Ai po duket me vepër po duket. Me vepër je për kras. Absolutisht. Do të merret. 4 vore I kem në bërshpis, shkojnë në Qirez, shtëpia të familja janë. 4 vore. Dashkës në gashë me përdhënu historinë. Merret. Qysh mundet me ko ai njeri doktori historisë apo historian me shku me recetën e fuqishtë terroristë. Qysh mund, hajtë kalzëm ti mund, qysh mund me dalë një bujku me thonë, merë këto fjallë. Qysh mund, ose dere kërko falje ajë. S'ka falje, as pendim nuk ka, ajë drejt në burë du të më shkuë. Ajë du të më gjykue. Nuk falet kje vepër. Nuk falet kje vepër. Qysh mund, qysh e lejë ati në dërgjitha shqiptare me dalë me thaj, unë falni. S'ka falje, në burë du të më shkuë një. Burë da një. Faleminderit shumë që ndava këtë. Edhe ndëgjoj edhe një. Aparati I shtetit do të më kontrollu për shërbimin sekrete. Kush po hin aty? Apo din, as po dona, a është anti-shqiptar, as është anti-kombëtar, as është. Nuk lehet lloj bërllogë me hin në aparat shtetit. Mund me hi pastrus diku. Rrugë sa gale, dhe të hajnë një sobuk. A me hin në aparat shtetit. Nuk do të me hi veç bashkë. Jo, burri, nuk lejohet apo tanti ajo. Dëgjoj. Familja janë për vitin 1945 është viktimizu për shtelimin e Kosovës. Deri me ditën sotme. Tash me hi aty në Çoban. Ose një lehper me hi aty në aparat shtetit.